Protesta AK është përçarë nga 30 maji, në ndjellin përvolues të Tiranës, qytetarët vazhdojnë të qëndrojnë në shesh. Jo sepse nuk lodhen, jo sepse nuk ka mosmarrveshje, por sepse i bashkon një qëllim i madh se secili prej tyre, Shqipëria e re. Editorial First Hello World. Tiranë u çan portalet, u mbushën gazetat, folën televizionet dhe radiot. Titujt u përsëritën me ngut, protesta u përça, protestuesit u zun, përplasje në shesh. Por protesta nuk është përçarë. Një debat nuk është përçarje. Një shkëmbim i fortë fjalësh nuk është fundi i një lëvizjeje. Madje asnjë përplasje mes qytetarëve nuk mund ta zhbëjë një kaos që prej 30 majit ka kaluar përmes vapës, lodhjes, heshtjes mediatike, provokimeve dhe përpjekjeve për ta zhvlerësuar. Në shesh mund të ketë mosmarrveshje. Do të ketë edhe zëra të ngritur. Protesta është një hapësirë gjallë qytetare, jo një sallë kontrolluar ku të gjithë mendojnë, flasin dhe veprojnë njësoj. Por ekziston një dallim i madh mes debatit dhe përçarjes. Qytetarët kanë të drejtë të reagojnë kur dyshojnë se mes tyre futen individ të lidhur majtas apo djathtas, të dërguar për ta devijuar, provokuar apo dëmtuar protestën. Këto dyshime duhen trajtuar me përgjegjësi dhe jo të shndërrohen automatikisht në tituj që shpallin vdekjen në një lëvizje ende të gjallë. Portaleve, gazetave, televizioneve dhe radiove që nuk kanë qenë asnjë ditë në shesh u drejtojnë një kërkesë të thjeshtë. Mos e shpallni të përçarë një protestë që nuk e keni parë nga afër. Mos e gjykoni nga një fragment videoje. Mos e zvogloni në disa sekonda tensioni. Mos e ktheni një debat të çastit në verdikt përfundimtar mbi një qëndresë disa mujore. E jani në shesh. Shihni njerëzit që qëndrojnë aty çdo mbrëmje. Dëgjoni historitë e tyre. Pyetini pse vazhdojnë. Vetëm atëherë shkruani. 3 muaj në ndjell. Që prej 30 majit, dielli i qershorit na shoqëroi. Më pas erdhi Koriku me vapën e tij përvoluese. Tani po lëm pas edhe gushtin. Ne vazhdojmë të qëndrojmë stoik në shesh. Jo sepse jemi të pathyeshëm. Jo sepse nuk lodhemi, nuk shqetësohemi apo nuk kemi familje, punë dhe halle. Shëndrojmë sepse duhet të jemi të fortë. Jemi të fortë për fëmijët tanë, për nipërit dhe mbesat tona, për brezin që nuk duhet ta ketë emigrimin si të vetmen der shpëtimi, për ata që meritojnë të rriten në Shqipëri, pranë familjeve të tyre, pa qenë të detyruar të shpërndahen në rrugët e Europës. Shumë prej nesh e njohin mirë jetën e mërgjimtarit. E dim çfarë do të thotë të punosh, të luftosh dhe të ndërtosh jetën në një vend tjetër. Europa mund të ushqejë, të jap punë, siguri dhe mundësi, por asnjë vend i huaj nuk bëhet plotësisht shtëpia jote kur zemra vazhdon të kërkojë Shqipërinë. Prandaj qëndrojmë. Duam që fjalët nën, atë baba të vazhdojnë të dëgjohen në Shqip. Duam që zëri i fëmijëve tanë të jehojë në qytetet dhe fshatrat e këtij vendi. Duam që jehona shqiptare të mos mbetet vetëm kujtim në shtëpitë e emigrantëve. Jemi një komb i vuajtur, por i fortë. Dhe forca jon nuk qëndron te mungesa e dallimeve. Ajo qëndron te aftësia për të qëndruar bashkë pavarësisht tyre. Nuk na bashkon dashuria për njëri tjetrin. Ne nuk pretendojmë se të gjithë protestuesit duhen mes tyre. Nuk kemi të njëjtën histori, të njëjtat bindje apo të njëjtin këndvështrim. Mes nesh ka njerëz të majtë, të djathtë, pa parti, besimtar dhe jo fetar. Ka njerëz që pajtohen për shumë çka dhe të tjerë që pajtohen vetëm për një gjë. Por ajo gjë është vendimtare, Shqipëria duhet të ndryshojë. Nuk qëndrojmë bashkë sepse jemi njësoj. Qëndrojmë sepse kemi një objektiv të përbashkët. Shqipërinë e re. Një Shqipëri të arsimit, ku e ardhmja e një fëmije nuk përcaktohet nga pasuria e familjes apo lidhjet me pushtetin. Një Shqipëri të mjekësisë, ku jeta nuk varet nga njohjet, rryshfeti apo mundësia për të kuruar jashtë vendit. Një Shqipëri të drejtësisë, ku ligji nuk përkulet përpara të fortit dhe nuk rëndon vetëm mbi të varfrin. Një Shqipëri ku shteti i shërben qytetarit dhe jo qytetari i pushtetit. Një Shqipëri të barabartë për të gjithë, pa dallim feje, ngjyre, etnie, gjinie, bindje apo prejardhjeje. Protesta ka fituar tashmë. Protesta ka fituar deri më sot sepse vazhdon. Ka fituar sa herë një qytetar ka mposhtur frikën dhe ka ardhur në shesh. Ka fituar sa herë dikush ka zgjedhur flamurin në vend të fanellës së partisë. Ka fituar sa herë është përpjekur ta ruajë karakterin qytetar dhe paqësor, pavarësisht provokimeve. Ka fituar sepse nuk është zhdukur pas titujve të parë. Nuk është shuar nga vapa. Nuk është dorëzuar përballë heshtjes. Nuk është larguar edhe kur është përqeshur, sulmuar apo shpallur e përfunduar. Dhe do të fitojë deri në fund, nëse ruan paqen, thellësinë dhe objektivin e saj. Ne nuk përçahemi. Jo sepse nuk kemi dallime. Jo sepse nuk debatojmë. Jo sepse duhemi me dojmos me njëri tjetrin. Nuk përçahemi sepse mbi dallimet tona qëndron Shqipëria. Ajo Shqipëri që nuk duam t'ua përshkruajmë fëmijëve nga larg. Ajo Shqipëri ku duam t'i shohim të rriten. Ajo Shqipëri ku askush nuk duhet të ndihet i huaj në vendin e vet. Mund të zihemi, mund të mos bijem dakord, mund të ngrem zërin, por nuk do ta humbasim drejtimin, sepse përpara nesh qëndron një objektiv më i madh se secili prej nesh. Shqipëria e re, një Shqipëri e lirë, e drejtë, e arsimuar, e shëndetshme, e barabartë dhe europiane. Një Shqipëri për çdo.